Mirëmbrëma Brëson, mirëmbrëma opoj, dragash, mirëmbrëma njerëz punëtore të vyrë të kësaj komune të rëndësishme. Mirëmbrëma ju të gjithë që jeni sonte bashkë me ne, që e doni artin e kulturën, që e doni folklorin, që e keni qëndrua besnik festivalit Opoja Vallëzon. Po e nisim edhe një edicion të ri. Për fat të mirë, moti është në favorin tonë. Pak na prishi skenografin, por megjithatë ne nuk kemi ndalë as në pandemie, nuk do të ndalim as sonte. Faleminderit kryetar që e sonte bashku me ne me gjithë zonin. Faleminderit nën kryetar, drejtor komunal, asamblist, faleminderit të gjithë ju njerëz
të cilët po I qëndroni si thash besnik festivalit Opoja Vallëzon. Është edicioni 8 I festivalit Ballkanik të folklorit të valleve Opoja Vallëzon. Dhe ne jemi bashkë këtu sonte, do të jemi bashkë 3 net radhazi. Do të kemi një program bukur të ngjeshur. Kosova, Shqipëria, Maqedonia. E nuk janë vetëm Kosova, Shqipëria, Maqedonia. Do të ketë si zakonisht edhe ansamble shoqëri nga shtete e vende të ndryshme, të cilat e kanë njohur dhe nuk e kanë njohur Kosovën, por padyshim se nga këtu do të krijohen edhe urat e miqësisë, siç e do zakoni, sepse e dim tashmë që kultura është pjesë e pandashme e krijimit të urave të miqësisë. Aty ku prishen raportet ndoshta politike, kultura është ajo që I ndërton dhe ajo që krijon raporte të mira. Faleminderit të gjithë ju që jeni sonte bashkë këtu me ne, e padyshim se ky festival, sikurse edicioneve të kaluara dhe këtë vit e ka mbështetjen e komunës së Dragashit. Kryetari Dr. Begje Gjeladini dhe drejtoreshës më të mirë që ka komuna Diridona Misina I Piraj. Nuk po e lavdoj me thonë të drejtën sepse nuk është në zakonin tim, as në profesionin tim I lavdu njerëz, përkundrazi, por Diridona ka bërë një punë shumë të mirë, janë pa rezultatet, po vazhdo festivali dhe po shpresojmë dhe po besojmë që ky festival të jetë më jetë gjatë, edhe nëse është apo nuk është Diridona, dhe po shpresoj që komuna e Dragashit do të ketë edhe shumë drejtoresha të tjera sikur është Diridona. Faleminderit drejtoreshë që sonte këtu me ne. Faleminderit edhe një herë kryetar, faleminderit të gjithë juve zyrtar komunal. Edicioni 8 I festivalit Opoja Vallëzon, pa mbështetjen e komunës nuk do të mbaj. Unë e them gjithmonë, e kam thënë prapë përsëris se taksat e qytetarëve po shkojnë në vendin e duhur. Në një aktivitet shumë të rëndësishëm, në një dasëm opojane, me një aktivitet I cili po I bëm bashkë dokët të rritet e zakonet. Festivali është me karakter garues, siç e dini. Nata e parë, e dytë e tretë, do të ketë ansamble dhe shoqëri, do të vlerësohen më të mirët, sikurse do rendja dhe zakoni. Dhe kemi edhe një këshill organizativ pa të cilin nuk do të mund të organizojë festivali. Faisal Shaqiri, drejtori I festivalit, Selma Hajrullahu, Shpejtim Ahmeti, Midena Berisha, Ylli Saliu. Kemi edhe këshillin artistik, Myzafer Lutfi, Osman Ahmeti dhe Muhamet Sinani. Dhe padyshim kemi edhe jurin. Kryetare juris Besar Pareqica, etnologe. Tomislav Milicevic, kostumograf, koreograf. Dhe profesor Dilaver Kryeziun, etnokoreolog. Siç e dini edhe profesor Dilaveri është edhe regjisor dhe drejtues artistik I festivalit, pa të cilin do mendojmë ky festival nuk ka bërë asnjë hap. Zoti Dilaver ka qenë gjithmonë kraj festivalit, kraj ansamblit I shoqërisë kulturore artistike Bresana nga Bresana. Dhe falë kësaj pune këtij gëshëtimi të përbashkët, festivali ka marrë jehon gjithandej. Të dashur të pranishëm, unë po shpresoj se gjitha këto shoqëri të cilat do ta prezantoj programin sonte do të priten me dua trokitje nga ju, sepse dua trokitjet janë mbështetja më e madhe për punën që bën qoftë një shoqëri, qoftë një individ, qoftë një personalitet, qoftë një komunë apo qoftë edhe një institucion. Dhe Bresana e pa që nisi, sikur se dini, festivalin Opoja Vallëzon edicionin e 8. Pas Bresanës do të vjenë në radhë Vlora, do të kemi ansambli nga Turqia, nga Bullgaria, nga Kroacia, nga Çiproja dhe nga Bosnia e Hercegovina. Të gjitha sonte do të jenë në program. Por unë nuk po zgjati shumë sepse ne gazetarët flasin shumë me orë të tëra e me ditë të tëra e me javë pesa. Do ta falenderoj televizionin Opoja që si zakonisht bën transmetimin e drejt për drejt dhe ata të cilët nuk janë sonte me ne do të kenë mundësinë ta ndjekin edicionin e 8 të festivalit, të program të bukur e të larmishëm, dokët të rritet e zakonet dhe transmetimi drejt për drejt të kolegu tim në Radio Sharq Beqir Beqaj. E tani e ftoj Faisal Shaqirin që ta merr fjalën. Të nderuar kryetar, të nderuar drejtor, të nderuar drejtoresh e kulturës, mysafir nga fori turk, të gjithë ju që jeni prezent sonte po vjetojmë edhe një edicion të festivalit të folklorit të vallëve, domethënë festivalin ballkanik, I cili pak a shumë nga gjetë me kushte atmosferike ma të jashtëzakonshëm, megjithatë kemi arritur bile së paku ta bëjmë një hap dhe sonte ta hapim këtë festival qysh e ka hije. Ky edicion është edicioni I 8, po me karakter ballkanik është edicioni I 4, kështu që ju falenderoj të gjithë që jeni, ju shpreh të gjithëve mirëseardhje
dhe unë nuk do të zgjasi, por do ta thras kryetarin e komunës që të bëj të hapur këtë festival. Të nderuar të pranishëm, të nderuar mysafirë nga fori turk, të nderuar të bashkësues të Kufetit Gjakat, të nderuar asamblistë, të nderuar përfaqësues të asambleve nga Kosova, Shqipëria, Turqia, Bullgaria, Çipra Veriore, Maqedonia e Veriut, Bosnia dhe Hercegovina, Polonia, Kroacia dhe Arbëresha e Italisë. Të nderuar organizatorë, antarë të jurisë, artistë e dashamirë të folklorit, të dashur qytetarë të komunës së Dragashit, të nderuara dhe shumë të respektuara mërgata jonë e dashur, dhe të gjithë ju që sonte në nderoni në pranimin tuaj. Sonte jemi mbledhur vetëm për të parë valë dhe kostume popullore. Jemi mbledhur për të dëgjuar historinë e popujve të ndryshëm, për të rrëfyer përmes hapave të balltarëve, tingujve, të instrumenteve dhe krenarisë që secili artist bën në vete. Folklori nuk ka nevojë për përkryes. Ai flet në gjuhën e shpirtit dhe kuptohet nga të gjithë. Është një ndër i veçantë që edicioni i 8 i Festivalit Ballkanik të Folklorit të Vallëve Opoja Vazon ka bashkuar në komunën tonë asamble nga 10 shtetet e Ballkanit dhe me gjerë duke përfshirë edhe mysafirë nga Amerika që e bën këtë festival një urë të fuqishme, miqësie dhe bashkëpunimi mes kulturave. Ky është mozaiku më i mirë, më i bukur që mund të krijojë arti, një mozaik respekti, tradite dhe mirëkuptimi. Kur vi valltar ngjitet në skenë, ai nuk përfaqëson vetëm veten, ai sjell në vete vendlindjen, traditën, kujtesën e brezave dhe dashurinë për rrënjët e tij. Prandaj çdo duartrokitje që do të dëgjohet këto nit, është një duartrokitje për kulturën, për respektin ndërsjellë dhe për paqen mes popujve. Opoja gjithmonë ka ditur të presë mysafirët me zemër të hapur. Mikpritja është pjesë e identitetit tonë dhe një nga vlerat që na dallon. Sot jemi krenar që mysafirët tonë nuk do të marrin vetëm fotografi nga ky vend dhe nga ky festival, por edhe kujtime për njerëzimin e mirë, për ngrohtësinë të kësaj treve dhe për bukurinë e traditave tona. Në këtë mbrëmje dëshiroj të shpreh mirënjohjen time të thellë dhe të sinqertë për organizatorët e festivalit, në veçanti për shoqërinë kulturale-artistike Besara nga Besara dhe me kryetarin e saj, zotri Fesar Shaqiri, të cilët me shumë përkushtim, punë dhe dashuri kanë bërë të pamundur për organizimin e këtij festivali ashtu tradicional. Një falënderim i veçantë i takon edhe konferencierës së këtij festivali zonës Valbona Musliu. Falënderimi i veçantë meritojnë edhe anëtarët e jurisë, të cilët me profesionalizëm, prodhojnë dhe panshmëri do të vlerësojnë punën e asambleve pjesëmarrëse. Një respekt të veçantë, duke ta përshëndes profesorin dhe koreografin e minjor, zotin Dilaver Kryeziu, dhe kërkoj një duhur trokitje për të. Kontributi i tij shumë vjeçar në ruajtjen, kultivimin dhe promovimin e folklorit shqiptar është një pasuri e çmuar për kulturën tonë kombëtare. Emri dhe vepra e tij mbeten frymëzim për preza të tërë artistësh e dashamirës të trashëgimisë sonë. Të dashur miq, me kënaqësi dhe kënaqësi të veçantë në cilësinë e kryetarit të komunës së Dragashit shpat të hapur edicionin e 8 të festivalit ballkanik të folklorit të Vallëve Opoja Vazon. Mi se erdhët në Opoj, mi se erdhët në Bresar, mi se erdhët në komunën e Dragashit. Ju uroj nga zemra 3 net të mbushura me art, emocion, miqësi dhe kujtimet e paharrueshme. Ju falenderoj.
Tref, Zani Pushki. Faleminderit shumë Bresuana. Bresuana është një këqire e këtij edicioni, sikurse edhe 7 edicioneve të kaluara, por në këto valle të bukura ato do të largohen vajzat dhe vjen nga skena e ne do i lëm vendin programit tonë të ngjeshur. Në radhë kemi Vlorën, grupi folklorik Bashkia Selenic nga Vlora. E këtu do ta falenderoj edhe zotin Ertil Bellaj dhe stafin e tij i cili ka enkas nga Qarku i Vlorës këtu sonte bashkë me ne për të shoqëruar këtë program të bukur të cilin do ta ndjekim të gjithë ne bashkërisht. Vlora në skenë. Stop. Promotion. Promotion with Yes, Vendil.
e të aterot e aso Të nderuar të pranishëm, tani do ftojmë sërish në skenë Turqin, pra Klubi i Kulturës, Artit dhe Sportit, Marsin.
Shqipëria, e tani të nderuar pranishëm ju publik i dashur këtu, të cilët jeni mbledhur sonte në fshatin Bresan, komunës së Dragashit me një numër kaq të madh. Po shoh disa nuk po e shoh sepse po pengon ndriçimin, po e vren nga lart se ka një numër të madh të mysafirëve të cilët po ndjekin nga afër këtë program të bukur të edicionit të 8 të festivalit Opoja Vallëzon. Të dashur të pranishëm, e dini edhe ju se ky festival kryet kurti dedikohet Margatës sonë. Ata të cilët nuk janë sonte këtu me ne, padyshim se kanë mundësinë të na ndjekin përmes kanalit të televizionit Opoja dhe të Radio Sharit. I përshëndesim drejt për drejt nga Bresana dhe sigurisht se i ftojmë të na bashkangjiten mos nesër e pas nesër në edicione të tjera këtu në Opojë në Bresanën e bukur. E tani do e ftoj në skenë, do t'i ftoj në skenë dy rapsot të cilët kanë ardhur nga Shtinja, të cilët e përfaqësojnë edhe ansambin Ilirida, Rilin Krasniqi dhe Eriat Korpuzi. Zot, ku t'kam moj qifteli. Rapsot. Откроешь артистов, похоже.
Ansambli folklorik Turopoje Velika Gorica nga Kroacia.
Kroacia të ndëruar të pranishëm, me kroatët të përfundojnë natën e parë të festivalit të poja vazhdojnë. Faleminderit kryetarët që ke qëndruar besnik këtij të ftohtit dhe ke qenë bashkë me ne. Faleminderit drejtoresh, nën kryetar, drejtor komunal, të gjithë ju mysafirë të pranishëm, shemi nesër mbrëmë në orën 19 me një skenë më të madhe, më të bukur dhe me program shumë të larmishëm nga treva të ndryshme, nga vende të ndryshme. Dhe unë ju bëj ftesë këtu publikisht që të jeni masovitisht nesër mbrëmë ta përcjellim bashkërisht të program të bukur. Natën e mirë. No, si fanno voce. Сколько